Kemi ardhur në shtëpinë e saj, të njërës nga aktoret e mia të preferuara, Teuta Edini Jegenit, dhe motivin e kemi shumë të bukur. Kemi marrë një çmim që është shumë i rëndësishëm në karrierë, dhe ai është çmimi 11 tetorin. Mirë se po të gjejmë, Teuta, dhe urime për çmimin fillimisht. Mirë se erdhët dhe shumë faleminderit. Besoj që gjithkund e gëzon një çmim. Aq më pak që është një çmim shtetëror me një vlerë shumë të madhe si ky 11 tetori. E vërtet është se ne shpesher dim të themi aktorët, pës është i rëndësishëm çmimi, me rëndësi është të bëj më së miri punën që unë e bëj, dhe këtë ande, po kur e marrim, vërtet është një satisfakcion i mirë për punën që bëjmë dhe që është në duhje dhe ndiqni të gjithë ju, e vlerësoni. Unë tani kam disi edhe ndjenjat e përzierë, po me gjitha të disa vite konkurova për këtë çmim, në fakt shtëpia ime Am konkuroi me mua si aktore dhe nuk pata sukses ta marrë çmimin, po këtë vit sigurisht nuk rezistuan dhe pam diçka që duhet ndarë një aktore me një CV të tillë dhe me vlerat që ata kam vlerësuar se unë i kam, se më vjen keq të them. Shpresoj se të gjithë do të arrijnë edhe drejt të them këtë çmim ju a kushtoj të gjithë atinve artistëve të cilët nuk kanë arritur ta marrin çmimin, po e kanë merituar. Është një shprehje që thotë më mirë vonë se sa kur, ti je në një fazë që tani po mbledh shpërblimet ose po mbledh të korat e punës tënde që e ke bërë, që e ke mbjell. Shpesher mendoj them, si nuk jem pak më e re dhe të kemi edhe disa role të tjera të cilat po të jemi këtë pjekuri që jam tani. Po është e bukur, edhe kjo mosh është e bukur, sepse vetbesimi, siguria, gjithçka janë mbledhur në mua dhe normalisht çdo çmim i mirëseardhur për mua më jep më shumë forcë, më jep më shumë përgjegjësi, sigurisht përgjegjësi edhe më të madhe se që e kam pasur ndonjëherë, dhe besoj se do të jetë një fuqi për të vazhduar unë dhe për të marrë çmimet e radhës, apo ka qenë një periudhë shumë suksesshme për ty. Duke filluar nga filmi Vera ndron detin, një verë perfekte në film, një personazh që ka lënë shumë brezë të gjithë njerëzit që e kanë parë filmin. Po, ishte një nga sukseset e mia të radhës, të cilat u shënuan mirë dhe u pan mbar botës. Do të them pa modesti se filmi pati një sukses të jashtëzakonshëm, kishte një rrugtim jashtëzakonisht të mirë dhe një vlerësim për të cilin më dha një fuqi mua dhe më dha një shtytje të them, dhe besoj se edhe kjo ishte një nga shkaqet për të cilët nuk mund ta mohonin suksesin tim dhe të arrite deri te ky çmim të cilin e mora tani. Teuta, një natë që u thova me ty, pash që ti jetoje me Verën, nuk ishe ndarë ende me Verën. Po Vera është një personazh. Mënyra si pije duhanin, si ngisje veturë. Jo, Vera dhe më kujtojnë shumë mirë muhabetet që kemi bërë, por ti nuk lejoje që unë të ndizja aparatin, kështu që Vera është çdo njëra femër e cila mund ta sheh atë personazh dhe ta jeton. Unë, kur e mora personazhin edhe skenarin për ta lexuar, e jetësova në vetvete dhe i dhe formë, tamam. Ja dhash formën të cilën e kërkonin dhe ishte e mirëseardhur edhe për regjisorën edhe për projektin në përgjithësi. Dhe doja të japin ngjyrat e mia ashtu siç unë e kuptova Verën dhe fundi e fundit ne aktorët duhet të jetësojmë rolet, jo ti bëjmë me sikur do isha Vera. Po atëherë nuk do të ketë sukses asnjë vepër, sepse nuk mund të mashtrosh, vetëm publiku nuk mund të mashtrosh. Do ta tregojmë tani atë momentin e bukur që ma ka rrëfyer në makinë, kur ka ardhur puna që të zgjedhësh mes profesionit
edhe burit. Ua, do I them të gjitha Sa tani. shumë e bukur kjo, sepse të gjitha vajzat ndoshta të reja në moshë, sepse ne kishim një vajzë më herët që I thash pse nuk je bërë aktore, nuk guxoja të përmendja nga prindët, rrethanat e tua kanë qenë krejt tjera, fatmirësisht. Po, pastaj erdhi një moment që të njohen një djalë me cilin do duhet të krijonit një farë raporti burr-grua, atëherë ishit vetëm dy të rinj që janë takuar dhe duhet të vendosje se ç'rrugë do ndjekësh. Të them të drejtën, ne kur u njohëm, ai mirë e dinte se unë jem aktore dhe u përbetova se për asnjë kërkesë dhe asnjë çmim tjetër nuk do ta ndryshoja këtë profesion, sepse e dija që moti se do të mirem me këtë profesion dhe më ishte ngulitur në kokë, sepse unë edhe isha një vajzë e cila u rrita në skenë për shkak të profesionit që e kishte babai im dhe ishte aktori I këtij teatri, po ashtu. Dhe unë rrjedhi nga një familje e cila shumë mirë e njeh artin, e cila shumë e dashuron artin dhe ka marrë përkrahjen të jashtëzakonshme nga të gjithë afërmit e mi. Po ashtu edhe nga I burim. Po, Erdhi një burim moment I cili ende jetojmë dhe ende dashurohemi për fat të mirë. Ai momenti ishte po, tani mund t'i flasim lirshëm se ai nuk do të më jepnot, po. E përshëndesim për ndryshe doktorin. E përshëndesim, sigurisht që e përshëndesim, nuk do të më jepnot, jo, flasim lirshëm. Ishte një rol të cilin ma ndan mua dhe ishte një film Njeriu prej dheu, dhe ishte roli im I parë në kinematografi. Deri atëherë nuk kisha pasur dhe një rol dhe aktore nuk isha ende, isha studente e vitit të dytë dhe ishte një përjetim I jashtëzakonshëm. Një përjetim për të cilin së pari më thanë se do t'jem partnere me Bekim Femiu dhe do t'jetë një rol krejtësisht tjetër, pastaj unë ndryshuam me rrethana tjera, nuk është fare e rëndësishme tani ajo. Dhe unë dridhesha gjithë natën dhe do thoja, wow, unë do luj në film, unë do luj në film, ishte përjetimi jashtëzakonshëm I imi. Dhe fitova rolin, fitova një rol dytësor me aktor shumë të mirë, ishte edhe Abdurrahman Shala, I cili më mbështeti jashtëzakonisht mirë si partnere dhe ishte shumë sfiduese të luajsh si partnere me një Abdurrahman Shala. Dhe ishte një skenë e cila nuk ishte diçka që kërkonte shumë nga une, për kërkonte të jem gjysmë e zhveshur dhe pamja ime të jetë deri këtu me një çarshaf që linte përshtypje se është shumë seksuale, kështu, të them pak më tërheqëse. Po nuk ishte ashtu, se ende nuk isha e gatshme të bëj skena të tilla dhe të paraqitem në publikun në atë mënyrë, po ne ishim të dashuruar dhe dolëm nga filmi. Dolëm nga filmi ku ishte premiera. Unë ndjeva mirë, po nuk e dija si do të reagoj. Bashorti im I arshëm, vetëm Në atë kohë ishim bashkë? Jo, nuk ishim. Dhe ai sigurisht nga dashuria e bëri. Edhe nga xhelozia të themi Po, kështu. sigurisht nga dashuria, rrjedh xhelozia, tha ti nuk do të lush ma këto skenë. Unë ujtënova shumë keq. Ishim përdore. Thash, unë do të luaj. Ai më thonte, nuk do luash, do luaj, nuk do luash, do luaj. Dhe u pajtua me akëtë se unë do luaj dhe kur nuk I thash ma, as nuk më përmendi, po unë atë e kom për krahës tërë jetën në të gjitha rolet e mia të arshme, edhe unë e kuptoj, sigurisht që I kuptoj të rritë kur kanë kështu lloj mosmarrveshje, po dhe këto janë të bukura. Janë shumë të bukura. Tani po gëzoni bashkë çmimet që I merrni, apo? Po. I gëzojmë bashkë, ai bëri një karrierë të jashtëzakonshme në profesionin e tij, arrita edhe unë të bëj karrierën aq sa mundesh, ai isha mbështetës e tij dhe ai është mbështetës imi, dhe vazhdojmë, mbajmë një familje e cila është e bukur. Jeni bërë dhe gjyshër. Jemi bërë edhe gjyshër, po, sfiduese, me shumë peripeci, po, vazhdojmë.
Për fund, do kisha dashur, çfarë duhet të gjejnë këtu nipat e tu sa herë që ta shohin këtë intervistë? Mendo si kur i flet atyre, krejt nipave, mbesave që ke. Po besoj do gjejnë guximin tek unë, krenarin. Nuk e di se çka mund të nxjerrin ata, po besoj se do mundohem të la diçka për t'i bërë ata krenar. Besoj që po, edhe që ta dini është një fat i jashtëzakonshëm që kanë një gjyshe si aktoria ime preferuar, Teuta Ajdini Jegeni. Faleminderit shumë për kohën që ndave. Faleminderit edhe ju.